Gjykata kushtetuese ka marrë në shqyrtim padinë e opozitës për refuzimin dhe ngritjen e dy komisioneve hetimore parlamentare, zgjedhjet e 11 majit dhe çështja me Gonigal. Përfaqësuesi ligjor i opozitës, Marash Logu, tha para trupës gjykuese se dy kërkesat e opozitës i plotësonin 3 kritere për ngritjen e komisionit hetimor, duke renditur se çështjet ishin brenda funksionit legjislativ të kuvendit, të fokusuara në çështje konkrete dhe ekzistojnë fakte të dhëna apo indicie që të justifikonin hetimin. Opozita akuzon kryeministrin Edi Rama për lidhje me ish-zyrtarin e FBI-s të takime private me Charles McGonigal dhe kërkojnë ngritjen e komisionit hetimor për verifikimin e ligjshmërisë së veprimeve të zyrtarëve shqiptar në raport me ish-agjentin McGonigal. Nëse më lejon të shtoj diçka në raport me pyetjen tuaj, gjatë gjithë procesit parlamentar për të dyja komisionet është vërejtur një fakt që nuk mohohet, sepse është një proces verbal. Ne na thuhet tjetër arsye në konferencën e kryetarëve, pra pse nuk miratohen kërkesat. Vjet në seancë na thuhen të tjera arsye, ne vim në gjykatën kushtetuese, sillen parashtrime me shkrim ku thuhen arsye të tjera, ndërkohë që un kam edhe një shkresë të kryetarit të kuvendit vetëm disa ditë më parë që na thuhen arsye të tjera. Pra ne sot e kësaj dite nuk e dim se kush është arsyeja, pse nuk e dim prej tyre, se ne e dim. Arsyeja është vetëm një. Vullneti politik për t'i mohuar opozitës kontrollin parlamentar. E nderuar, ju keni sot në shqyrtim 2 kërkesa për komisionin hetimor. Por është fakt që një tjetër kërkesë për komisionin hetimor është në gjykatën kushtetuese. Në javën vijim do sillim 2 kërkesa të tjera që janë arruzuar në Kuvendin e Shqipërisë, po për ngritjen e komisionit hetimor. Dua të dëshmoj përpara kësaj gjykate që ne nuk na pranohet asnjë kërkesë për interpelancë me kryeministrin. Ne nuk na pranohet asnjë kërkesë për marrje informacioni. Prandaj ky gjykim sot nuk ka të bëjë thjesht do ngrihen apo jo 2 komisione hetimore. Ky gjykim sot në gjykatën kushtetuese ka të bëjë me faktin ne jemi një republikë parlamentare që funksionon sipas kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, apo jemi një republikë me vullnet të një partie ku nuk lejon ushtrimin e të drejtave nga pakica dhe ushtrimin për saj të një roli të rëndësishëm që ka në një shoqëri demokratike. 38 deputetët e opozitës i kërkojnë kushtetuesës të detyrojë kuvendin në ngritjen e 2 komisioneve hetimore, ndërkohë Gazmend Bardhi paralajmëroi se do të dërgojë në kushtetuese edhe 2 padite tjera pas rrëzimit të kërkesave për 2 komisionet hetimore, i Part dhe Akshin.